15-16 maj 2026, edicioni 6 i ndarjes së çmimeve të përvitshme Arisidh Kolla deri kombit. Në media, art, kultur, histori, diplomaci. Do ta vazhdojmë këtë rrugtim për Arisidh Kollën, pasi ne nuk e kemi thjesht një aktivitet të shënuar në kalendar, por tash ne e kemi kthyer në një mision i cili do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Organizimi i shoqatës kulturore kombëtare Arisidh Kolla deri kombit. Unioni Gazetarëve Shqiptar Qarku Fier, Media News Albania Pikal. Bashkia Divjak nën kujdesin e veçantë të kryebashkiakut Josif Gorea, si dhe në bashkëpunim me asistencë të UGSH-s, shoqata Rezegnatja, shoqata Apolonia Greqi e të tjerë. Juria ndarjes së vlerësimeve Frok Çupi antar, Anila Hoxha kryetare dhe Besim Dybeli antar. Pjesëmarrja në këtë edicion do të përfshijë hapësirën kombëtare si dhe jashtë saj. Përveç gazetarëve nga të 12 qarqet e vendit ku shtrihet UGSH, miqje të ftuar, personalitete të fushave të ndryshme do të jenë në këtë atmosferë nga Presheva, Prishtina e të tjerë. Gjithashtu të ftuar do të jenë drejtues shoqatash kulturore nga Greqia si dhe përfaqësues shoqatash nga Shqipëria. Aktivitetet do të përfshijë me pjesëmarrje gjithë territorin barkombëtar. Në ditët në vijim ju do të njiheni me një agjendë lajmëruese nga organizatorët për të gjithë pjesëmarrësit. 15-16 maj 2026, ndarja e çmimeve Arisidh Kolla në Divjak. Ju mirëpresim.